Këngëtarja me origjinë shqiptare Eleni Fuereira ka folur hapur për herë të parë mbi frikën që ndjente në fillimet e karrierës për të zbuluar publikisht origjinën e saj, duke pranuar se kishte frikë se kjo mund t'i mbyllte dyert në industrinë e muzikës në Greqi. Fuereira tregoi se ishte rritur me bindjen se origjina e saj shqiptare mund ta pengonte të kishte të njëjtat mundësi si të tjerët. Kur rritesh kjo frikë të futet brenda, mendoja se nëse thosha se jam nga Shqipëria, nuk do të më jepeshin mundësi të barabarta. Ky ishte realiteti që përjetoja, u shpreh ajo. Këngëtarja kujtoi edhe momentet e vështira që përjetonte familja e saj, duke treguar se nëna shpesh qante për komentet dhe paragjykimet që përballej vajza e saj. Nëna ime më përqafonte dhe qante duke më thënë: "Vajza ime, çfarë të kanë bërë? Ti nuk e bër asgjë", rrëfeu Fuereira. Ajo shtoi se mbështetja e njerëzve pranë saj e ndihmoi të vazhdonte rrugën në muzikë derisa publiku e vlerësoi për talentin dhe jo për origjinën. Gjatë intervistës, artistja ndau edhe historinë e njohjes me partnerin e saj, ish futbollistin Alberto Butia. Ajo tregoi se e pa për herë të parë rreth 10 vite më parë, kur ai aso kohë ishte pjesë e Olympiakosit. Kishte shkuar në lokalin ku ajo performonte pas një fitoreje të skuadrës. Kur e pash, mendova, sa i pashëm është, mos është aktor apo model. Nuk e dija fare kush ishte, tha ajo me humor. Më pas, Botia i dërgoi një mesazh në Instagram ku e përgëzonte për performancën. Fuereira ju përgjigj dhe prej aty nisi historia e tyre e dashurisë. Filluam të flisnim, dolëm bashkë dhe gjithçka nisi natyrshëm. Në nëntor festojmë 10 vjet bashkë, zbuloi këngëtarja. Çifti kanë një djalë, Hermesin, i lindur në shkurt të vitit 2023. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.